A mund të imagjinoni që kafsha më e zhrumshme në planet nuk është luani, zhruma e të cilit arrin 114 decibel dhe dëgjohet deri në 8 kilometra larg? Nuk është as elefanti. Bubullima e elefantit. As balena blu që prodhon tinguj deri në 188 decibel nën ujë. Por një karkalec i vogël sa një gisht. Jeton në ujërat e ngrohta të detit të Karaibeve dhe pranë brigjeve të Australisë e Afrikës Lindore. Quhet karkaleci pistolet. Dhe ka një superfuqi një pend që mbyllet me shpejtësinë e një plumbi. E mbyll aq shpejt sa krijon një flusk dhe brenda saj ndodh një shpërthim i vërtet. Temperatura 4.700 gradë Celsius, gati sa sipërfaqja e diellit. Në atë çast një krism prej 210 decibelësh më e fortë se një të shtim arme apo një motor avioni. Ky karkalec jo vetëm që trem, por mbin madje edhe vret pren me një të vetme krism. Nuk shihet në hartë, por zhrumat e tij kapen edhe nga hidrofonët ushtarak të nëndepseve.